mbështime familjes. Tha që isha prezent në ceremoninë e varrimit në Djerit. Realisht po, të kish me qenë, zoti tha që prezent, niveli njerëzve ose numri njerëzve kish me qenë maj madhe dhe pse pat bol, s'ju dike rani. Po leart ajo që ka unë, sa kam informacion, zoti tha që ka pas me orë në vizit për me pa në Djerin, do të thotë para zgjedhjeve në Kosovë. Realisht unë e shoh që këtu gjykata e Hagës ka bo politik një farforme, ka bo politik me ndjenjat e një djali për prindin e vetë, do të thotë ka lujt një far kalkulimi jo të hishëm, për shkak se tash unë du me vazhdu me bajt atë qëndrimin që e kom pas çdo herë si gazetar, për mu kjo gjykat është gjykat e cila realisht është e krijuar për me i gjyku edhe me i denu shqiptarët, për shkak se është gjykat një etnike. Edhe për shembull, për shikuesit, nëse një ushtar i UÇK-s ka qenë i nacionalitetit bosnjak, ai sot nuk gjykohet në Hagë, për shembull. Nëse ka qenë rom ushtari i UÇK-s, ai nuk gjykohet në Hagë, po gjykohen veç shqiptar. Do thotë, nuk i ka pret diçka të mirë për kësaj gjykate. Për me shku në detaje ma trona, për shembull, kjo gjykat për kavolumi, është edhe avokati këtu, është ma e madhe sikur, domethënë, sikur gjykimi i Miloshit, i kriminalit Ballkanit, për kavolumi dosjes. Thotë, unë e shoh që është gjykat puro politike, që ka financim kryesor e ka mas Rusinë dhe Serbinë, bie në Serbisë, me dëshmitar si gazetar që e kom përcjell prej ditës parë këtë gjykim, me dëshmitar të përpunum gjykat speciale, pe i bia të Serbisë. Është fakt që, qore, tash, unë para 3 dite kesh një gjykim si dëshmitar për një masakër që u bon në fshatin Ozdrem, ku janë vra 14 civil pe i forcave edhe pe i shtetit Serbisë. Edhe unë besoj që ata kriminal që i kanë vra ata civil sot danë të lirë. Edhe s'ka rrit drejtësia me i gjyku, besa as me i dënu. Edhe pse ka provat mjaftueshme, që kemi dëshmu që 24 vjetë, kema rrit me arrestu një. Po mirë dhe që është arrestu dhaj. Po flasë për mira gra thmi në Kosovë që në vra, dhe sot nuk ka gjykim për ta. Ama një kriminal që e ka dënu ose e ka gjyku Serbia për ta në këto vrasje, e gjykuot sot për një tribunali ose për një drejtësie ndërkombëtare,